Profesori Enver Bytyqi thotë se ky është truk provokues nga falangat ruse në Kosovë. Sipas tij, presidenca bëri mirë që denoncoi aktin edhe në polici. Tani sipas tij është rradha e drejtësisë dhe policisë që të çojë para përgjegjësisë penale falsifikatorët dhe provokatorët anti-shqiptar. Falangat ruse dhe serbe në Kosovë kanë bërë një truk provokues. Në rrjetet sociale është publikuar një foto e presidentes Osmani duke ecur në mes të kryetares së parlamentit serb, Brnabić, dhe ministrit të jashtëm të Serbisë Marko Gjurić. Sipas paraqitjes së fotos origjinale, në këtë pozicion ka qenë një grua tjetër. Përmes Photoshopit apo inteligjencës artificiale, është larguar nga fotoja në fjalë gruaja e panjohur dhe në vend të saj është vendosur fotoja e presidentes Vjosa Osmani. Presidenca bëri mirë që denoncoi aktin, është rradha e drejtësisë dhe policisë që të çojë para përgjegjësisë penale falsifikatorët dhe provokatorët anti-shqiptar. Por rasti në fjalë duhet të na bëjë të besojmë se agresioni serbo-rus ndaj Kosovës është në shkallën më të lartë. Kështu nisi dhe lufta në Ukrainë, duke u përpjekur ta diskreditonin presidentin e saj, deklaron Bytyqi. Ai thotë se qëllimi është të dobësohet autoriteti vendimarrës i presidentes. Profesori përmend edhe rastin e një avokati serb që flet se bija serbe ka shpenzuar 1 miliard euro për rrëzimin e Kurtit dhe pastaj të Osmanit. Qëllimi në këtë rast është që të dobësohet autoriteti vendimarrës i presidentes për të reaguar kundër një agresioni të planifikuar të Serbisë kundër Kosovës. Një avokat i Serbisë flet për 1 miliard euro që bija serbe ka shpenzuar dhe shpenzon për të rrëzuar fillimisht Albin Kurtin e më pas Vjosa Osmani nga pushteti për ta destabilizuar Kosovën. Kësaj marrije janë bashkuar jo pak politikan, analistë dhe tradhtar të asaj Kosove që ka vuajtur aq shumë prej Serbisë, pohon profesori. Në fund ai shton se është koha për reflektim dhe ndryshim të qasjes, duke kërkuar që ky akt të shërbejë si mësim. Është koha sa nuk është vonë që gjithkusht të reflektojë dhe të ndryshojë qasjen e tij në favor të lirisë, pavarësisë, shtetësisë dhe integritetit territorial të Kosovës. Ky akt duhet të shërbejë si mësim për të gjithë, për pushtetarët dhe opozitarët, për analistët dhe mediat në përgjithësi. Është koha kur bashkëpunëtorët e Serbisë të kenë frikë të dalin në ekrane televizive e të shesin moral apo të japin këshilla. Kur nuk funksionon pendesa për akte të tilla antikombëtare, atëherë duhet që të ngjizet frika, përfundon Bytyqi.